44 që kemi një qeveri e cila na shtyp ëndrat. Dhe ëndrat tona janë ato që duhen. E bën me qyshrit tonë, me prindrit, duan ta bëjnë me ne. Duan që të vdesim për korën e bukës. Dhe unë doja të them një fjalë. Ne nuk duam as të ham, as të pim. Duam të qim rroftemi në jamën. Miq të Piskut, ju përshëndes. Tani është fiks momenti që ta them atë shprehjen që e themi vazhdimisht, më bëhet qefi që jeni mirë dhe u rikthyet tek e mira dhe uroj që të jeni mirë gjithmonë dhe e pafshim gjithmonë për herë për mirë Shqipërinë me këtë energji të papar që kanë dhënë populli shqiptar, që më në fund u rikthye njëri tjetrit, u rikthye vetes, vrau frikën, riktheu shpresën dhe besimin. Uroj që kjo gjë të shkojë sa më mirë, njerëzit mos mbeten zhgënjur, tani është pjesa më e rëndësishme e gjithë gjës që ka ndodhur, për gjithë njerëz që kanë dalë atje për veten e tyre, për vendin e tyre dhe për rëndësinë e komunitetit, mos thyet mes kjo gjëja dhe të kthejë një lloj zhgënjimi që t'i bëhet qefi akoma më shumë këtyre maskarinëve, politikanëve, pushtetarëve, oligarkëve, njerëzit që kanë marrë peng këtë vend vetëm për interesat e tyre, duke shkatruar këtë vend dhe jetët tona. Kjo është ajo që dalim për vete dhe kjo siç ka ndodhur të herë, unë se kam përjetu, se kam dëgju dhe po e tregon më së miri që po shënohet në histori, në mbar botën po flitet në gjithë mediat ndërkombëtare, vetëm nga një njeri po flitet e kundërta, që thotë janë 2000 vjet shesh, dhe po thotë që po shkatrohet turizmi dhe jemi në pikun e sezonit, thotë ai, dhe po largohen turistët. Nga protesta e djeshme kam dëgjuar shumë fjalimet mira nga populli vetë që kanë marrë mikrofonin dhe kjo është shumë e rëndësishme që po flet populli. Një nga ata djemi ishte edhe Devi Avdulaj, njëri që unë e pash që ishte njëri që ti ma dha dhe energjinë dhe tha një shprehje që është lakuar së shumti në korë gjatë këtyre ditëve, por mora gjithë edhe mesazhin që riktheu një shprehje të vjetër të Zani Çaushit që duam të ham, duam të pim, po në mënyrën e vet Devi e tha në një formë tjetër, por ajo siç ka tha Devi që po përdorin sot politikanët që po e hedhin në rrjetet e tyre sociale, nuk është aq banale siç ata duan ta orientojnë gjën. Por më shumë Devi do të na shpjegojë që unë e falenderoj edhe pse është shumë i angazhuar në punën e tij, gjeti pak kohë për ta sqaruar dhe për t'i dhënë dritë dhe të hapim atë perden që them gjithmonë që të shihet e vërteta. Valla, falenderoj shumë për kohën dhe që je prezant atje dhe që je një shqiptar i mirë, patriot, njëri që e do veten tënde, mua, komunitetin dhe këtë vend. Të falenderoj shumë për mundësinë që më dhe dhe që më ftove. Atëre, për sa i përket protestës së dieshme, unë isha aty për sa i përket pjesës së turizmit, sepse edhe vetë jam pjesë e atij sektori. Punoj si shef kuzhine, kam mbaruar studim edhe për menaxhim turizmi. Kam 11 vite që punoj në këtë profesion dhe nuk e kam vënë re që kjo protesta që ne po bëjmë të jetë kundra turizmit. Kjo protesta është pro turizmit. Pra ne po i tregojmë gjithë botës, apo po heqim atë mitin që neve na kanë vendosur që ne jemi të këqij, neve jemi persona që vetëm dim të vrasim, ne nuk jemi këta. Ne jemi ata që dim ta mirëpresim mikun në shtëpinë tonë, dhe realisht turistët në Shqipëri ndihen të befasuar nga mikpritja që ne kemi. Këtë gjë nuk po e bëjmë vetëm me turistët, po e bëjmë me punonjësit e huaj që po vinë. Ndryshe na kanë trajtuar neve kur kemi vajtur emigrant në 90-ën, kudo që ne kemi vajtur. Ndryshe po i trajtojmë ne këta. Kush ka menduar për ne për shtëpi kur kemi ikur jashtë? Vetëm në Shqipëri ndodh që një punëtor i huaj të ketë më shumë avantazhe se një punëtor vendas. Dhe ne prapë këtë gjë e kemi pranuar dhe i kemi ndihmuar. Një mikesha ime i ka falë një biçikletë për ta ardhur dhe për shkuar në punë. Një personi i cili ishte nga India. Pa ta janë shqiptarët. Nuk janë shqiptarët ata që njihen në botë, edhe ata që njihen ashtu. Nuk është se kanë dashur, se nuk do njeri të luajë me jetën e vet. Unë mendoj që janë detyruar. Janë detyruar nga sistemi, nga nevoja, nga halli i familjes, apo nga qefi, kjo gjë është për të diskutuar. Ama
Prapë nuk është se do t'i vëmë shumë në faj, për shkak se kështu është ndërtuar gjithë sistemi dhe ato janë të bashkëvuajtur në këtë gjë. Për sa i përket këtyre personave që janë detyruar të punojnë atë lloj fushë, janë detyruar nga ato nevoja. Dikush mund të ketë pas borxhe familjare, dikush mund të ketë pasur një jetë shumë të vështirë, skamje. Pra është detyruar. Nuk ka dashur. Këta domethënë po luajnë me kotherën e bukës, domethënë. Po. Ajo që unë do fol pak për gjithë ato se çka ke dash të thuash, domethënë, që të heqim gjithë ato që po i përdorin. Po the pak më herë ku po diskutonin Tauland Balla e shumë tjerë politikanë tjerë. Po mendojnë se po keq orientojnë mesazhin. Po keq orientohet. Unë personalisht nuk doja të thoja kurrë, sepse edhe vetë jam një njerëz që kam punuar fort dhe kam sakrifikuar qefet e mia për të edukuar. Dhe nuk është se krenohem se shava. Por unë shaj pushtetin, nuk shaj Ramën si person. Se Rama si person është si gjithë në tjerët. Edhe ai ndoshta është i detyruar te puna që ka. Sepse mund të ketë mbrapa një tuf e cila apo një grup njerëzish të cilët ndoshta se bëjnë shumë mirë punën dhe ai është i detyruar të mbajë dhe pushtetin sepse është uni i tij, ama edhe këta të tjerë të mbajnë në punë, sepse i kanë besuar votën dhe i ka besuar diçka që ka marrë të votën. Kanë bërë një lloj kontrate. Po, një kontratë e fshet apo jo e fshet, është një kontratë morale. Se edhe unë jam një njeri me sedër, e cila nëse ja fjalën dikujt që do të mbaj, mirë apo keq do të mbaj. Dhe unë doja të thoja që ajo shpreha që ne duam të ham, të pim, do të thotë që ne jemi gjatë gjithë kohës. Por ti the të kundërtën, nuk duam as të ham as të pim. Patjetër. Por duam ajo shpreha që duam është ajo që ne duam të rrezojmë. Ham tani nuk duam, se deri dje dua dalë te kothera e bukës, se deri dje ne luftonim për të ngrënë dhe për të pirë. Pra kaq bazik e shinim dhe me kaq pak nën vlerësim, domethënë e shihnin veten tonë sa që ishin në kuadër siç mund të jetë edhe një kafshë, domethënë që të jetoj vetëm për të ngrënë dhe për të pirë, domethënë që këta me këtë po luajnë. Ajo që unë nisa dje të thoja ishte te ëndrat. Kurse ti thej që ka ardhur atë pikë që nuk duam as të ham, as të pim, por pagun unë nisa me ëndrat. Dhe zakonisht kur e nis dikush një fjalim për ëndrat unë i konsideroj shumë të shenjta. Sepse ëndrat janë ajo përmbushja pse ne jetojmë këtë botë. Pse kemi ardhur në jetë. Dhe kur preken ëndrat, unë mendoj që unë nis nga historia ime familjare këtë pjesën e ëndrave. Që në kohën e komunizmit, gjyshim nuk e ka marrë të drejtën kurrë për të pasur një shkollim, dhe pse kishe shumë dëshirë të bëhesh ushtarak, oficer. Nuk e mori për shkak sepse vllai i tij që martuar me një familje kulakësh e pse thash mohabete të tilla, dhe më pas nuk mori as të drejtën për të veshur edhe si polic, nga ky problem. Më pas e bëm me prindrit tanë në 90-ën. Brezi prindërve të mi ishte brezi që ishte periudha 95-97, e cila dashur pa dashur ishte rrëmuj. Gjithandej, njerëzit ishin të paorientuar, prapë u prirën ëndrat. Nuk morën, sado që punuan, morën një zanat, por nuk morën atë që donin. Pse mamaja ime të ri ka 11 vite që është jashtë Shqipërisë, dhe unë e takoj njërën në 2 vjetë. Pse duhet të jetë kjo? Pa dokumenta. Do të thënë, mamaja ime duhet përpiqet kaq shumë që unë të jetoja në Tiranë dhe të zhvilloja ëndrat e mia. Se po mos ishte ajo unë ku të digjeja dhe ëndra ime prapë do ishte e shuar. Kjo është mekanizmi se si shtypen ëndrat. Diçka e mbledhur prej vitesh. Patjetër, është me breza, jo vetëm prej vitesh. Me breza. Pse duhet që neve të na shtypen këto ëndra? Pse janë të bukura ëndrat? Edhe ne te ëndrat tona, te qëndësia jonë duhet të diskutojmë bukën e gojës. Po ne realisht nuk jemi keq për bukë goje. Se kudo që të shkosh, edhe puna ime të vish, që punoj në restorant, po të përkosh bukë, do të jap bukë domate, diçka e tillë, do ta jap që ti ta heqësh urinë. Apo do të paguaj një pjatë. Do ta heqësh urinë. Nuk është vetëm uria. Hiqeni mendjen nga uria. Nuk është uria, është jeta jote, është dinjiteti jot. Po shohim në Shqipëri punonjës që janë mediokër. Punonjës që e vetme gjë që shohin është vetëm rroga. Nuk është rroga. Është ajo që ti di të bësh. Dhe po di të ta bësh, bëje mirë. Bëje mirë se çdo gjë vjen pasaj. Vjen jetesë më e mirë, vjen dinjiteti jot, vjen respekti që kanë të tjerë për ty. Dhe çdo gjë lidhet me ëndrat dhe me dëshirat. Kur flasim për ëndrat, është temë shumë e detajuar.
Pra, unë i them dhe Tauland Ballës, dhe Edi Ramës. Është një nga temat që unë pëlqen më shumë ti. Një njeri që nuk ka ëndra, një njeri që nuk zhvillon pasionet, dëshirat, diçka që të provoj veten e vet, të garoj me veten, të mposhti frikrat, gjërat, nuk e di çfarë kuptimi mund të ketë nesër për aq vite sa mund të kesh ti jetë, domethënë, thua çfarë bëre valla. Çai shijove kësaj jete nuk kuptin si shijimi i jetës nuk është që të dalësh në këto lokale klabe gjëra. Ajo është pjesë benefitet e asaj që ti bën në përditshmëri. Po këtë që po e paragjykoj se po e gjykoj, është diçka shumë e mirë, njerëzit do ta bëjnë patjetër të kënaqen, ta vlerësojnë vetëm edhe për këtë pjesë. Por për të shijuar është kjo, kur ti krenohesh me atë që bën. Sprovon veten tënde apo deri ku shkon maksimumi jot ti provosh ato gjërat. Ëndra çka keni, nuk është vetëm një shprehje klishe, është kthyer si shprehje klishe kjo gjë e ëndrave domethënë. Thjesht ëndrat është një moment edhe thon pastaj se s'ka ëndra në Shqipëri. Pse nuk ka ëndra në Shqipëri? Unë me ëndra, nga ëndrat e mia erdha. Unë pjesën e profesionit të kuzhinës e kam menduar që 12 vjeç. Ja pra kjo ëndër më mbajti mua deri këtu ku jam. Jam 28 vjeç sot. Nga kjo ëndër erdha. Nuk erdha krejt lehtësisht, se kam vuajtur. Patjetër, si çdo kur kam marrë Tiranë, kam marrë me borxhe, nuk kam marrë me para të thata këtu. Ti kisha në xhep edhe bëja jetën. Po edhe shkollohesha edhe punoja njëkohësisht. E kjo më bëri që jam më i fortë, të përvalloj këto sfidat e jetës. Nuk do të thotë të dorëzohesh. Është procesi valla. Është procesi rrugtimi që ke bërë ti, është ajo që të kujtohet. Ajo nëse po njëri pa proces, pa rrugtim. Patjetër. Çfarë do të tregosh? Jo të ma tregosh mua ose të tregojmë tjerëve. Çfarë të tregosh vetes tatë? Ne sot kemi ardhur ajo gjë që unë shava në protestë është vetëm një gjë. Më vjen realisht i natë që është krijuar një lloj sistemi, jo vetëm në shtet, po edhe në popullsi. Është krijuar një lloj sistemi i cili nuk vuan më të ndriçoj me punën e vet, po vuan si të përpiqet të gjejë një justifikim apo një manovër që ti pëlqej dikujt në këtë anën tjetër. Ti tregoj pse tjetri nuk arritet ta bënë dot të punë dhe ai është më i paaft se mua se unë mund të bëj një punë. Pra pse duhet ta spihunojmë kolegun? Pse nuk duhet ta ndihmojmë? Kjo ndodh në tërë Shqipërinë. Prandaj njerëzit ikin. Un kam 11 vite që punoj në kuzhinë dhe nga shokët apo kolegët që kanë punuar, nuk i kam më në Shqipëri. Të gjithë kanë ikur. Pjesa më e madhe e shoqërisë time ka ikur jashtë. Unë nuk kam më shok në Shqipëri. Shok që unë i konsideroj shok, se të njohur kemi pafund. Po shok që unë të ndaj një mendim apo të jetë krahapur ndaj meje dhe pa të keqe, janë shumë të rrallë gjejmë tani. E vërtetë është. E vërtetë është për gjithë. Dhe pjesa tjetër, unë si njeri që kam ëndra apo kam vizion, kam dëshirë të kemi një person përballë, një konkurrent në fjalën në kuptimin e mirë, sepse konkurenca është ajo që të rrit. Të përmirëson. E bën ai, s'kemi më garë. Në vendet e punës nuk kemi më garë. Vem në vendet e punës, aman hajde puno. Nuk është vetëm leku, se po paguhemi. Nuk është vetëm leku. Por vetëm në vendet e punës ti nuk gjen motiv, bravo. Nuk gjen më motiv të punosh. S'ke më arsye për të bërë. Vete bën një punë dhe pastaj pse lidh me politikën këtë ose me këtë se çka po ndodh? Gjithë këto gjëra më pëlqejnë gjithë dhe gjë veten te kjo gjë. Pse lidh me politikën? Atëre e lidh me politikën. Ku është politikën ti që të ka vrarë ty motivin, ka vrarë ty garën, ka vrarë ty atë se çka the pak më lart që ke njerëz mediokër në për vendet e punës. Atëre e lidh me politikën sepse politika është ajo që ndërhyn dhe edukon popullatën. Politika është shumë e rëndësishme, pavarësisht se neve duam apo s'duam të marrim pjesë, merret ajo çdo ditë me ne. Në çdo gjë, pavarësisht se ne shohim si teatr, o sa bukur foli ky, o ç'ai tha ai. Të gjitha këto kanë një pasojë nga mbrapa që ndikojnë drejt për drejt në popull. Kanë krijuar një kushtetut, kanë krijuar një ca ligje. Çdo ligj që krijohet, unë si di të gjitha ligjet se për çfarë kam. Unë ndoshta si vetëm ti, ata që janë në parlament aty që vendosin ato ligje si din fare. Di disa të drejta që kam mësuar në shkollimin tim, po nuk e di se çfarë vijon dhe çfarë kuptimi ka e ligj. Pra, ne gjatë gjithë kohës tentojmë si t'ja hedhim dhe jo se si ta përballojmë situatën. Si t'ja hedhim se situata ta anashkalojmë dhe këtë. Dhe duke bërë të lloj situatash, çfarë ndodh? Ndodh që edhe në popull nuk ka më motiv. S'ka pse edhe ai s'ka arsye pse dali, sepse ai nuk po e përballon dot jetesën. Dhe kur shikon që se si po përfitojnë shokët e tij apo ata që i rrethojnë, po përfitojnë duke zhvatur secili atë thelën e vet nga Shqipëria, thot do përpiqem edhe unë të bëj diçka të ngjashme.
ndoshta s'do marr thelën e madhe, po diçka do ta marr dhe unë aty tek ajo pjesë. S'do jem pa të. Po nuk është kjo. Ne, nëse ne kemi Shqipërinë, ne do përpiqemi se si ta shtojmë Shqipërinë, edhe jo si ta ham nga Shqipëria. Prandaj unë flas këtu. Që edhe popullsia mos mendoj se unë jam njeri ignorant dhe thjesht doja të thoja një fjalë atje dhe u bëra meme. Nuk kam dalur për të bërë meme. Nuk dua unë të bëhem meme fare. S'jam fare as e fusha. Jam një person që vazhdoj, sakrifikoj nga të ardhurat e mia për të ndriçuar akoma më shumë. Vlen apo nuk vlen kjo në Shqipëri, atë do ta thon të gjithë ata që na ndjekin. Dhe atë që nisa për të thënë për Taulan Ballën dhe për Edi Ramën që e pas kam shar. Nuk shaj kurrë një person. Shaj atë gjë që ai po bën. Dhe sharja ime nuk do të thotë se unë po shkoj vërtet do bëj atë gjën. Tregon që në këtë moment tregoni burra. Tregoni burra që ta pranoni që këtë gjë ne nuk e bëm mirë. Kërkoni falje, sepse falja është hyjnore. Dhe ndoshta mund ta përmirësoni ju. Nëse ju s'dini ta përmirësoni, lejoni tjetri ta përmirësoj. Sepse kjo është ajo gjë që po flasim për Shqipërinë. Unë mendoj që në administrat ka shumë persona të cilët e bëjnë atë punë shumë mirë. Shumë mirë e bëjnë. Por nga puna e këtyre përfitojnë dy fishi atyre. Dhe ky përfitim nuk është i drejtë. Ndaj them dhe jam i revoltuar për këto lloj situatash në Shqipëri. Sepse lekët paguhen. Paguhen për të bërë një rrugë, paguhen për të bërë një shkollë, çdo gjë. Por nuk bëhen. Unë jetoj te qytet studenti. Janë përmirësuar konviktet, po janë përmirësuar. Deri në katin e dytë janë me abazhure. Në katin e tretë sipër vazhdojnë me llampa të varura me poç. Pra edhe aty e gjetëm mënyrën se si të vjedhin. Kjo më bën më të irritohem. Se ka ke dhamba dhe ambazhuar, po thjesht ke forma se si ndërtu gjë, ka shku deri në pikë, po këtu tregon vjedhje, domethënë ka abuzim, ka. Po e shoh çdo ditë. E shoh çdo ditë. Është një shembull që erdhi kështu, po e ke në të gjitha kudo e ke. Kudo. Në fshatin tim ku jeton gjyshja ime dhe gjyshit nga ana e mamit, nga ana e babit gjyshja. Nuk ka rrugë. Që kur kam lindur unë atje nuk ka pasur rrugë. Kur nuk ka pasur rrugë. Edhe sot e kësaj dite nuk ka rrugë. Sa herë që ka votime, premtohet rrugë. Ju premtohet. Shkon një eskavator, gjasme po e rregullon rrugën dhe ju ngrihet shpresa atyre 4 familjeve që kanë ngelur tani, që janë mbi 50 vjeç, se të gjithë të tjerët kanë ikur jashtë, i shef o në gusht ose në dhjetor, dhe s'ka më ditë tjetër që i shef ta persona. Unë kam njerëz të gjakut tim ata. Dhe ka 28 vite që unë jetoj, ajo rrugë nuk është bërë. Gjatë gjithë kohës, thjesht sheshohet ajo gremina që është atje dhe shiu i parë që bie e çon sërish në gjendjen e mëparshme. Këtë vit ishte një gjë shumë e bukur. I premtuan ujësjellës të të çonin ujin nëpër shtëpi. Hapën atë kanalin, gjasme vendosën ca tubu. Presim tani zgjedhjet e ardhshme në qoftë i bashkojnë ata tuba. Që ka projekte më të shumë domethënë që Po, ka 28 vite që e mbaj mend unë. Këtë gjë. Kjo është ajo gjë që unë them, mos u tallni. Sepse gjyshi im ramet pas nuk e mori kurrë kujdesin shëndetësor për gjendjen e tij që kishte 3 sëmundje. Vinte mjeku i thoshte është shumë mirë. Gjyshi im vonte nga skleroza, vonte nga Parkinsoni, vonte dhe nga epilepsia, që është sëmundja e tokës. 3 sëmundje që kur nuk mori kujdes. Merrte vetëm një kemp 70.000 lekë të vjetra dhe një pension 150.000 lekë. Po ilaçet e tij që nuk u rimbursoheshin që të gjitha. Po në popullsi një numër është thjesht një statistik, po vojtën e kam unë, e ka familja ime. Nuk kam vojtën sepse më thonë se ai shpëtoi për veten e vet, sepse nuk ishte më në gjendje. Po pse ato ditët e tia, pse mos jetojnë gjyshit tanë me dinjitet? Pse fare nuk i pas kanë dhënë këtij vendi këta gjyshit tanë, po prindrit tanë, fare nuk pas kanë pasur një vlerë ta.
po jetojnë me 80.000 lekë pension që ka gjyqja ime dhe me 120.000 lekë që ka gjyqja ime, që është 75 vjeç e vazhdon akoma punon për nxjerr diçka më tepër se nuk ka mundësi se ku t'i gjej. Dhe gjyqja ime nuk e shtrin dorën kujt. Të thotë më jep lëmosh, po jo, derisa të ketë frym, punon me atë tokën e vet, punon, sakrifikohet, që sakrificat e tij nuk i bën kurrë askush. Unë kam qenë ai që ky gjyshi që po përmend tani, nga fshati, më sillte thesin e miellit në Fier që të haja bukë. Kjo ka qenë gjendja ime ekonomike. Sepse unë mbyllën çdo dyerësh kur erdhi ky pushtet. Nuk e kishte pushtetin fajin, ndoshta e kishte familja ime. Por që unë kisha këtë vuajtje në familjen time. Sot, shqyr Zotit, jam mirë. Por dua që edhe të kem një shëndetësi. Sepse nuk e harroj kurrë që kam vajtur te Nën Tereza për të bërë një miku im një serum, duke filluar që nga sanitarja. Ishte e papërgjegjshme. Me i leckë e cila ishte lum, po them. Lante poshtë krevatit ku miku im po bënte serumin. E kupton se ku po jetojmë. Nuk e ka fajin Ramën. E ka fajin e gjithë gjëja që është krijuar. Ndaj unë them sistemi. Sistemi që është krijuar si të zhvasim dhe jo se si të japim njerëzve merita. Dhe jo se si të jetë meritokracia ajo gjëja kryesore. Nuk ka më garë në këtë vend. Gara ka, po është vetëm për si të jem unë më i keqi apo më i afti për t'ia dredhur këtij vendi dhe jo për ta ndihmuar të vendin. Kështu është bërë numri më i madh. Unë shaj sepse dua këtë vend. Kam pasur plot oferta pune nga jashtë dhe me paga shumë të larta. 4.500 euro në Gjermani. Neto. Shtëpi e paguar, ushqim i paguar, edhe pushime vjetore 2 herë në vit. Nuk i ka, sepse dua Shqipërinë. Tani qofse Rama apo Taulanti ofendohet se unë shava atje nga ropt, të rregullojnë këto dhe unë sërish dal para tyre dhe u kërkoj falje. Ndoshta jo të gjitha, po të rregullojnë diçka dhe unë prapë ju kërkoj falje. Sepse jam aq burr sa ta bëj të gjë. Nëse nuk i bëni dot, sepse keni hallet tuaja, kërkoni ju falje për gjitha këto dhe unë prapë ju kërkoj falje. Unë kaq ditë them, unë jam sërish ai njeri me karakter, i cili përpiqem të bëj një punë në këtë vend. Nuk e di të tjerë se çfarë duan nga ky vend. Unë di që ti marr gjitha gjërat e mia me merit. Nuk e dua kurrë një lek më tepër të dhënë pa merit. Sepse gënjej veten time dhe po gënjeva veten time, do bëhem edhe unë si ajo pjesa e shoqërisë që do vetë të zhvash diku. Jo, unë dua aty ku e kam të drejtë, ta marr atë të drejtë, sikur të jetë edhe 10 lekë ajo e drejta ime. Dhe kur nuk e kam të drejtë, sikur të jetë edhe 1 milion lekë, mos ta marr atë gjë. Dhe nuk e dua atë gjë. Unë ky jam. Nëse unë kam gabim të gjë, e vlerësoni ju. Nëse mendoni se unë jam një njeri, se po shifja disa komente që është i pa edukat apo këtë, nëse ju mendoni se unë jam i pa edukat, e jam tregoni se cila është edukata që ju keni. Me gjithë këto gjëra, s'ka thjesht shumë gjëra të tjera që unë thash gjëra që janë që ne shohim çdo ditë. Se s'po hyn në detaje se si bëhet puna. Mënyra si po ndërton gjithë të retorikëva, duhet ta them unë atë që kam qenë unë që i kam shkruar Devit, nuk e njoh fare. As nuk e njoh, nuk po e them për ta shfaqsuar gjithë bisedë, po siç e thash, do më ngjitje gjithë gjëja, do më pash diçka tjetër përtej asaj se çka e keni lexuar ose mund ta lexoni nga në atë 40 sekonda që foli, ka fol më pak nga gjithë ata që kanë dalë aty që kanë marrë fjalime. Jo nuk po them për të paragjykuar ato që folën gjatë, por kishte plot nga ato që marrën fjalime studiosh sa ndekte, po kishte shumë njerëz të tjerë të mirë të rinj që folën shumë mirë, fjalime brillante, shumë të mira, por tek Devi pash diçka që kishte diçka përtej asaj, domethënë që e kanë marrë këto dhe po përdoret sa ndekte ose nëpër komente që shkruaj,
Edhe I kam shkujt unë Devi, nuk është se ka shkujt Devi, ka ardhur me shfaqsu ose me atë. Devi qëndron prapë atij mendimi, mund ta thotë edhe këtu tani prapë, mund ta them edhe unë, e ka thënë gjithë populli një zëri. Kjo është situata, për ta mbyll, nuk ka nevojë fare as për kjo thjesht është një bisedë që ndoshta mund bëj atje, mund thujë gjithë atje, por po e themi këtu si dy shqiptar. Patjetër. Të mirë, se nuk jemi ne ato që ta themi për veten, po mundohemi, rrekemi për të qenë tek e mira dhe ne me ato gabimet tona ose secili nga ne. Por më thuj pak, si e ke pa gjithë këtë gjën që ka ndodhur të ditën? Realisht protestat që zhvilluar ma ka mbushur zemrën. Ma ka mbushur zemrën dhe më bën që të rri në Shqipëri. Sepse marr nga bisedat që bëj ndonjëherë me gjyshin që kam, më thotë pëlqen gjithë kohës ndjes do më replikojnë, do të them pse ndërpret pse e bën. Teksa dëgjoj me shumë vëmendje, më pëlqen shumë kjo, është brillante, më jep shumë mësim kjo pjesë që kthehesh gjyshi, prindri, është diçka që sot ne nuk e shohim më të shkuarën. E shkuara është shumë e rëndësishme patjetër për të tashmen dhe të ardhmen, se si patjetër. Pra ne nuk do të harrojmë bazën tonë. Kjo është ajo dhe po e vlerësoj bravo qoftë. Do të them diçka tjetër për familjen. Po pak më vonë të mbaroj këtë. S'ka problem. Më thot gjatë gjithë kohës dhe bie dakord. Që nga koha që e ka jetuar, e deri tani ai më thot që I parasysh ta klyshat e vegjël të qenëve kur lindin, që I kanë sytë të mbyllur. Kështu është dhe gjendja që e doan popullin. Ti ketë sytë e mbyllur, që të shofi vetëm aq pak sa të haj buk. Dhe kur dëgjoj këtë fjalën, e shikoja të vërtet, sepse nuk po çohesh njëri, edhe kur çoheshin për interesat e tyre. Kjo protestë më zgjoi atë dëshirën për të vazhduar të jetoj këtu. Pse e them këtë? Sepse kjo nuk ka të bëj as me Ramën, as me Berishën, as me çfarë ka qenë aty. Do ta kuptoj edhe vetë Rama, ka të bëjë me Shqipërinë. E ka kuptuar. Dhe një gjë tjetër. Ndoshta Rama ka treguar edhe një video që Zvërneci gjasme ja kishte dërguar dikush që Zvërneci ishte I ndotur apo. Unë nuk I vë faj Ramës. Ai e tregon që ky është gjendja e Zvërnecit dhe çfarë ju doni të mbroni. Është detyra e asaj administrate që ketë tjera, e cila duhet ta bëjë atë të vend të pastër. Kështu dëmtohet turizmi. Nuk dëmtohet turizmi se dolëm ne në protestë. Në protestë paqësore, nuk dëmtohet kurrë. Po kur ti ke vende shumë të bukura. Para disa kohësh, kur isha në universitet, kam pas një diskutim me ministrin e turizmit dhe asaj kohe, ka qenë Mirela Kumbaro, mos gaboj. Dhe I them, po flisnim mbi turizmin, dhe I them, nuk kemi bërë asgjë për turizmin. Turizmi është gjë shumë e bukur, shumë elitare. Ti nuk shkon dot në jug. Sidomos ajo rruga nga ku mbaron, nga tuneli po themi, e deri sa vete në Orikuma apo ku fillon kjo bypassi, po flas për rrugën e vjetër. Tërmohesh nga makina, mos është ajo rruga vetëm me gryer me atë eskavatorin, ke bloqe betoni, ke plera pafund. Nuk pres t'i bëj Rama, jo. Pres t'i bëjnë ata që marrin pagën për atë punë. Po ata pres t'i bëjnë, nuk pres t'i bëjnë kryeministri, se edhe unë nuk do doja kur që kryeministri I vendit tim të vendet pastronte vendin. Po të paktën mos na I shit sikur Zvërneci nuk bën. Se ne atë kemi. I mirë, I keq, nuk duhet ta shajmë, duhet ta promovojmë. Atë piku është për shkak të këtij, ose nuk kanë funksionuar gjithë zinxhiri hierarkik I pushtetit të tij, pushtetit të tjerë. Po thoshte se nuk është se ka një javë që është futur dhe rregullohet. Dje po thoshte për influencerat që mos na bëjnë moral se shkojnë në palas, atje bëjnë jetën e tyre. Por dakord jam, unë jam shumë dakord dhe jam pro zhvillimit atje ku duhet. Palasa është një vend perl, shumë I bukur. Jam bërë të zhbërë një kompleks shumë I bukur aty. Qarkullon para e pa fund, ka mundësi punësimi pa fund për këdo. Njerëzit ka mundësi dhe çfarë bëjnë me jetën e tyre do ta ndjejnë diku, sepse është ai suksesi që folën pak më parë,
do ta tregojnë diku suksesin e tyre. Po. Dhe është vendi për ta. E kanë mundësinë që të vënë atje. Bravo i qoftë. Nuk jam kundra edhe me zhvillimin e një resorti më të madh akoma, por jo në Zvërnec. Pse jo në Zvërnec? Sepse sado ne aq jemi. Dhe sado hapësira të kemi ne aq mundësi kemi, ato hapësira kemi. Pse mos ta kemi një vend që të jetë i virgjë? Po bosh më të jetë bosh, ashtu si që jetë. Rosa të ketë atje, vetëm rosa, apo flamingo, apo bretkoca. Po të vëmë njerëz se kemi nevojë të vëmë të shohim dhe ato flamingot atje. Çfarë problemi ka? Bëje ti. Jo, po ne jemi larg nga zona e mbrojtur. Vërtet mund të jesh larg, se unë nuk e njoh fare Zvërnecin se ku është. Nuk kam shkuar atje. Bëje shumë larg. Po ta bësh atje afër, po flasim 20 kilometra larg. Unë do kaloj me makinë për të vajtë të këj resorti. Dhe normalisht do kryoj zhurmë, do t'ja akustike, do jetë mbeturina, do bëj diçka që do t'a dëmtoj atë ndark do ketë klabe aty, besoj se do ketë dhe klabe. Se nuk është, se s'do vend pina i gotë vera ata dhe do kthehen, do shijojnë jetën. Do ketë gjitha. Do jetë gjitha, është kompleks i gjithë gjës, se si shijohet jeta. Zhurmat dëmtojnë ekosistemin. Ky është problemi pse unë them jo në Zvërnec. Bëhet atë investim, s'po them jo. Po, kjo ishte edhe çka nisi. Kjo ishte që na pickoi, kupton? Po. Ky ishte pickimi i fundit sepse ne pam që po shtypeshim nga të gjitha anët. Po nuk do të thotë që ishte vetëm Zvërnec. Akumuluar për vite. Janë shumë gjëra, janë ato që unë preka nga pak. Po kemi të vazhdojmë të flasim e të bëjmë analiza, jo një podcast apo një video, po na duhet edhe njerë sa kemi jetuar ta tregojmë atë që kemi, vetëm nga gabimet. Pra, unë doja që ta mbyll se mos të zgjatemi më, doja vetëm të thoja diçka. Në radhë të parë është familja. Pse them familja dhe pse unë kthesha në të shkuarën? Njeriu diku do ta gjejë të mirënjohjen brenda vetes tij. Sado pak, po du të jetë mirënjohës. Unë nuk mund të harroj kur çfarë kanë bërë gjyshit e mi për mua, apo prindrit e mi për mua. Do ja kthej, apo jo, kjo ka të bëj te mua, nuk ka të bëjmë te askush. Unë ja di së brendshmi, si gjë. Dhe me ato mundësi që unë kam, përpiqem që t'ja kthej, duke i çuar diçka, një pako kafe, po themi, apo një sheqer, se si që kemi në traditën që vem si mik. Edhe kjo i ngro zemrën, sepse, por ama akoma më shumë, që ja ngro zemrën dikujt, sidomos prindërve dhe gjyshrëve, është që ky fëmija, ky nipi, apo djali, apo vajza, të bëhet e suksesshme në jetë, të tregojnë ne kam unë nip, apo e kam unë djalë filanin. Kjo po mungon në Shqipëri. Dhe prandaj themi që duam Shqipërinë. Nuk kam dalë tu të Shajramën, apo Ballën, apo Berishën, nuk jam unë për të gjë. Jam hajde të bëjmë Shqipërinë. E kemi mundësinë dhe na do Zoti. Hajde ta bëjmë. T'japim vlerë këtyre njerëzve, t'japim dinjitet. Se po si dhamë ne dinjitet, bota do na shkelin gjithmonë në këmbë. Kaq kisha për të thënë. Besoj se jam i qartë. Ose je shumë i qartë, më ke kënaq. Më ke dhënë shumë kënaqësi, emocion dhe kam gjetë veten me ato se çka the dhe bëhet qefi që dje edhe unë mendoja, ashtu si Devi, mendoja se nuk ka njerëz tillë, domethënë. Madje jam akuzuar ose më sulmuar shpesh që më thonë që ore ku mi gjej këto njerëz, Dilim pak kështu siç doli Devi dhe hajt ta ndryshojmë atë faqen e Shqipërisë, domethënë. Si shumë kanë thënë që ti ke promovuar ata njerëzit atje në shesh. Ato janë në shesh, valla, ato dalin. Madje mesazhet që më kanë ardhur tani nga ata njerëz që janë aty në turm, më vin më thonë ore më ke nxjerr mua se jam tu, punoj atje, administratë gjëra. Edhe ky ka marrë një risk për sipër. Unë kam marrë risk për sipër. Vriteni frikën se nuk ka kënaqësi më të madhe ai që e provon. Sinqerisht e them, më del nga shpirti kjo gjë, nuk kam asnjë interesi, nuk jam as idealist, por vetëm provojeni dhe nuk e di se sa mirë do jeni me veten tuaj e çka kënaqësie. Mos ja leni këtë lloj kënaqësie këtyre njerëzve. Sinqerisht ta them me
ndridhet shpirti, zemra, nuk di ta përshkruaj domethënë. Nuk ka kënaqësi më të madhe. Nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të vrisni frikën. Atëherë do filloni të jetoni. Ju përshëndes, të jeni mirë dhe dorën ja dham njëri tjetrit. Hajde ta shtrëngojmë fort tani dhe uroj që të bëhet më mira. Uroj që kjo gjë që ka nis, edhe pse tani është në pikën e vet, është në kulmin e gjës, që do fillojnë dalin pa shumë gjëra të tjera. Ju lutem, se kam qenë që nga dita e parë aty, mos lidhni gjëra që nuk kam lidhur fare të bëjmë ato gjë. Kam qenë ashtu siç ka qenë Devi, kam qenë si i njeri qytetar i thjesht që du të bëj unë diçka. Ashtu siç do duhet të bëni edhe ju diçka. Për veten tuaj, për mua dhe për gjithë secilin nga ne këtu. Zoti ju dash, Zoti ju rujt dhe na rujt gjithë dhe këto janë shenja që Zoti na don. Faleminderit. Faleminderit shumë për kohën dhe për gjitha që na the, që na dhe dhe faleminderit gjithë. Ju përshëndesim.